Një pyetje se jena aty afru fundit, ti shikon vend Kadri Veselin ku vend? Inshallah s'jam. Edhe kur s'kam me konë, se s'kam pretendime politike asherë. Po thu s'ki pretendime politike. Nesër mu liru Sabit Geci, mu shpall i pafajshëm, në kuptim edhe mrapa, i pafajshëm Sabit Geci nuk jenë politikë. Jo, hajë zotë mësu. Ti shikon. S'ja ka macinoti vetë. Ti shikon në vend. Pasha se nuk isha vepru si Kadri Veseli. Nuk isha vepru. Unë e një Kadri Veseli në shumë mira, po dhe me tregu. Kadri Veseli është ai që po shihet në parlament. Ai që po shihet në parlament. Çfarë kuptimi? Është tepër i butë. Apo dhe me tregu. Shefi Shiku do tepër i butë. Shiku formu pas luftës. Dëgja. Kadri Veseli u emëru shefi Shikut pas luftës. Çka ka lyp Shiku pas luftës? Po çdo shtete ka shërbimin e vetë informativ. Ka shërbimi i një partie të caktuar. Jo, pra se kur formu qeveria e përkohshme. Po jo kondy qeveria, ku ne bëja përkohsh e dashim thoshit. Ndëgja po dy ato në respekt. Po ma shumë për qeverinë që ka vepru këtu mrena. Drekull, po du me thonë si shërbim, nëse të kujtohet në 2000-ën janë shpërbot të dyjat. Me vendim, me marrëveshje dhe me vendim të shefët Turmikut në atë kohë janë shpërbot të dyjat. Une nuk e di, Dardan Mulliqi thëtë ka qenë pjesë të shërbimit të informativ Sabit Geci. Po e kam dëgju vetë, me vesht mi e kam dëgju. Por nuk më që pesh mua e që ka thëtë. Jo, po të pës për shka u formu pra Shiku ma si. Sabit Geci, asnjëherë s'ka qenë në shërbim informativ. Asnjëherë. Gjatë luftës po. Po na atëherë në luftë kemë qenë gjithë në shërbim informativ. Gjithë. Edhe fëmija jame, edhe vojza jame, që i ka posën 14 vite, apo besën, ka bënë çdo herë furnizimin e neve të shtëpia. Çdo herë ka dalë në Skënderaj, ka blesë e kam një vojë shumë zgjutë. Shumë zgjutë. Edhe, a di shkam punon vojza ime? I ka 2 fakultete, magjistraturën, punon me shkollë të mesme. Ka që janë shokët e mi për mu. Dhe... Shokët e milionerit, Sabit Geci? Ja, milioneri, inshallah, nuk jeti që mune. Qatë kuptim? Inshallah, që mune, nuk jeti. Inshallah. Këto deshta me dalën të Oliver Ivanovici. Oliver Ivanovicit i dalën shumë dëshmitarë që ka bë vrasje. Shkojke në spital, gazetarë tonë, dhe të asnjëherë si shku me morën ato, me thonë, nëri për çka u shku në spital. Një njeri me sport, u merë ta njëtë. Plus e ke posa ka rujt vitalitetin. Ndukje, asi smundje, ti smundush me apo ati një. Ndukje edhe në duk në mirë. Po hajde këshur i bëm një analizat e shëse shka del. Dhe une, mindëzis po pres, me dalën prej spitalit, me shkue për Turqi, apo Shqipëri. Mas pari du më shku dhe në Shqipëri. Për shërim, për flasim. Zda e për shërim. Me shku Sabit Geci jashtë shtetit, a kthehet? Kjo është këgja që sharok. Sabit Geci s'ka i në luft, dhe asnjë herë s'mendoj me ikun, po nëse më dënojnë edhe me vdekje. Mund është me thosë Sabit Geci në dënun dhe pushkatun, po Sabit Geci iku asnjëherë. Dhe është turpi i botës me mendu këto. Mu më pytën dje, kur më pytën gazetarët e klanit. Klan, po. Unë thanë, a do t'i përgjigjesh, po nëse të thret gjukata speciale. Unë po të thamë këtu. Nëse më thret një polic ma i thjeshti, që është polici rrugë për një trafik. Unë nëse jam i shtrin edhe i bon operacion, më rana 24 ore unë këthejna në vend temin. Dhe ajë që dyshon, se Sabit Geci ik, duhet me këshu se nuk kanë regullaj, duhet me qute në psiatër. Sabit Geci tash me ndonë më shku në spital, dikun jashtë vendit, për sekrete nuk kam asjo. Nuk e menova sekrete në kuptim, po sanet të rëndësishme... Po, sanet që i kem përjetu në lutë. Për shambull, une vetëm një rast që e kam pa me sytë e mi, asnjëherë së orë me më pyetën dikur se çka ke pa aty. Kam pa familjen Deliaj, të Paren, gra,
fëmija, dikun mundet, a fëmij ka mujt me i pasën 6 mujsh, nonën e vetë të mundu me thith kejt gjak i mushën fëmija. Edhe asnjëherë su merrën dikush me atë rast. Dhe sa krimet kanë ndodhur në Kosovë, nuk merret kush me ato, po formojnë gjykata speciale për ne të bekunve. Për ne si kem qenë viktima të gjithë ne. Dhe mira e përkrahti tash me gjykatën speciale aju. Ndëgjoj, unë kam emra dhe mbi emra që ju kam thonë në votëm në gjykatën speciale. Deputet. Unë vetë. Ti deputet, e PDK-s i ke thirrë me emër me janë votën. Po thonë tekstualisht i kam thonë Fadil Bekes. I kam thonë doktor, kam një respekt veçantë për ju. Amanet edhe kam lobu për tonë. Dhe familja jam gjithë e kanë votu. Dhe këtë parafisi jam e ka votu Fadil Beken. I kam thonë në amanet, bën një të pala gjithë shokëve tu. Votëne se ne keme dalë të pastër. Se kam një besim gjykatën speciale. Nështë edhe kjo, dështot. Ti po të besim në Uleksin para 10 vite, po. Dulkes, pse ki besim tash në gjykatën speciale? Po të shohëm, ne na shkoj ibrin e përkom të uja. Të shohëm edhe që të se shka po banë. Nëse pa na i marë, do me thonë është bëç vazhdimësi e këtyne të marrunve. Nëse një me që ndrit diçka, une kam njetë me e bëhe pa di gjukatës që më ka dënu gjukatës speciale. Se kjo ka drejtën më merë edhe me rastet cilat i ka bëhe gjukata e Ulmiku dhe gjukata e Uleksit. Dhe une po mendoj dhe po besoj si nuk i japën 15 vite njëjtë për një shuplak që sa apo ma jep ti mua apo në ty. Jo e ke shty me kryjle, jo se ke përdor autoritetin, nuk i japën 15 vite o burë, se 15 vite ati shka e në burë. Dhe kështu që une, po sa të kthejna për spitaleve, nuk e kam njetë me dalë para gazetarëve, nuk e kam njetë me i bo fushat vetë vetës, se nuk e di për çka. Mujtë të regoj për vujtjet në përbuzhje sa dorë. Me ju bind juve gazetarëve, si ne që a jenë burgosun, nuk jenë të uknosh aty. Dhe ne që a jenë burgosun, e ju po thoni, jeni të uknosh atje, inshallah nuk knosh një ju që shpo knoshëm na. Se burgu është burg. Çdo gjë që është e kufizune, është e keqe. Plus asajna, na jenë me gjitha kategoritë të burgosim aty. Pse nuk thojnë, për shembull që ka njerëz që aty që ka vrarë dhe fëmijë. I ka ndodhur, nuk është i mirë, psikikisht nuk në rregull. Se nuk vret kërkush fëmijë. Po çai pas ka ndodhur. Ka edhe aty me neve që janë burg. Bile e trajtojmë shumë mirë na. Dhe me ardhën me i pyet aty organet e buzë. Na i kemi risocializuar ata njerëz. Dhe janë shumë ma mirë me gjendje shëndetësore se na jemë spital atje, se sa që kanë qenë para se më shku na. Edhe i kem shtije aty me lexue, me lujt ka pake, me lëviz pak ma shumë, se shkojshin si robot. Dhe vend si me thonë, për ju nimoj njerëzve, për më kthye njetë. Për drejtori burgut. Thash edhe jere, inshallah nuk kalon ti jetën që shkam kalu. Do me thonë në diçka, se për e vazhdoj me pak, si po më thu drejtori burgu. 3 vjetë e 2 muaj kam najt një qeli, 1,5 me 4. Aty ka qenë edhe WC-ja, e pa i veç kështu, një shole, dhe një lavabo për me la durët dhe sytë. Nja 2 vjetë e gjysë i mla me shisha aty. Pse i mla me shisha? Se shkojsha me minësi si shkojsha, nga një meri, qelgashin, ma bojshin karrikën, se s'mujsha mu pastruve në kom, po ma bojshin karrikën me veti, që shampon, dhe në alësheshin ujtë e ftohtë. Gjithë burgosit u lojshin me ujtë në zetë, ku shkojshim na... Kjo në kohë të Ulmikut, po flasim. Në kohën e Ulmikut. E në kohën e Uleksit, a di për shka e këta matë mirë shumë. Se nuk të kanë lodhë me armë me të morën pyetje, se në kohën e Ulmikut, mës pakti 3 herë një javë ishin me morën pyetje. Mës pakti. Se dhe në 5 herë një javë të kanë ndodhë. Çdo ditë janë ardhur me morën pyetje. Vike Haga, vishin policetuz, vishin pas, as drejtë se dike se kushin. Dhe asnjëherë s'kam pranuar më ulun kështu me bisedu me ta. As me prokuror. Asnjëherë.
Asi deklarat nuk e kam dhënë para asin një prokuror. Jo që e kam frikua, se kam pas pse me ju friku. Por nuk kam desh me adho atë kënaqësi me bisedue. Po çfarë të thonë Sabito në bërë për shkak se s'ka fult. Po pse çka kam e folur? E dyta, unë i kam pasur në këtë akuzë me emën e mbi emën. Në këtë akuzë që i kam ledhat, e kam pasur Hashim Thaçin, e kam pasur Kadir Veselin, e kam pasur Fatmir Limën, e kam pasur Jakub Prkasniqin, e kam pasur Recep Selimin, këtë në këtë akuzë i kam pasur. Edhe ke liru tonë. Jo. Prit, vetëm, kjo është interesant, ha? Vesh kur ma prolën një këtë akuzë, me disa njerëz që nuk i njeh fare. I kanë një këta, i kanë shki tjerë. As njëtën tem nuk i kisha po, o burë edhe jo. Edhe unë e thash një fjalë. Thash, ndëgjoni, me atë grupin që ma keni bo për para, mirë se i kam njohë gjitha, edhe që isha këtë akuza shumë e pa kuptim, por i njëfësha persona. Me këtë akuzën që ma bot njëtën këtë akuzën, me këta persona, për pos një hakit rënicën që e kam dvenit aty, edhe që më shkodhe më kom bashkarisht, e njëfësha tjetë asi herë si kësha po. Edhe thash, me këta që ma bot këtë akuzën, thash përbesh, zote, thash... Për shto që të kanë denu në fund. Po 15 vite. Ky gjyqtari që kemë këtë trupin gjykus, shumë po besoj si ka pasur dhe me këtë. Se ka qenë shumë i sinqert gjatë gjithë procesit gjyqësor. Unë rëshin prokurorët, e vishin prokurorët, loj shumë, çdo herë ka lypur me kohë strikt, edhe ndaj prokurorëve, edhe ndaj neve, edhe ndaj avokatëve tonë. Nuk bëj kelshime, edhe qatë që ka qenë në proces, qatë që ka udhëheq mirë, as i pik, as i presje, nuk i ka kaluar për mos me ditur. Ka herë dënimi kështu, është më çudit. Po e bojmë një ndërprerje të shkurt për marketing, edhe vazhdojmë me shikues të nderuar mas marketingut. Me përmene ma herët lista e njerëzve që e koni akuzuar me ta koni tjetër, një listë tjetër e kanë qitë ma vonë. Zakonisht njerëz që gjykohen thrasin dëshmitarët. Cëllë për këty një këthirë dëshmitarët? Asja. Pse? S'këmdesh me adhon knasin Salusës, Salus për shikus, po thamë, një prokurori e Ulleksit që ka qenë ma herët. Shumë me dyshim do shkim prokuror. Se ka pas rasta e për... Në që? Në kohën e Unmikut janë mytë 5 dë burgosën në Dubrava. Jënë mytë? Jënë mytë. Jënë vra? Jënë vra me stupce, me gaze, me 5 burgosën. 73 kanë qenë të lëndu. Drevull burgosënve? Po për në kohën e Unmikut, në 2003 në këj rast ka ndodhë. Unë kam qenë në Dubrava atër. Pse su merën prokuroria e Unmikut me këtë rast? Po 5 pula me qërë përmeri... Se se marë pro prokuroria e Kosovës? Po besoj si prokuroria e Kosovës nuk do ta mbyll këtë rast. Ndëgjë, sa armë në kapën, qërë, Dardan? Gazetarët thojnë sa Sabit Geci ka telefon në burg. A ka? Po si s'ka më në burg. Po në tregojnë se qka kam keq përdorë në telefonin. Qka kam keq përdorë? Po telefonin është muri aty. Kur dush mund është me dalë me folë. Po unë e invalid. Dhe unë jemi vetëdijshëm, telefonin përgjohet, bile mas mirë të unë të gjithë burgosin kësha lo telefonin në gjep. Se telefonin përgjohet o burri dhe jo. Dhe nuk merën burgosin, nuk merën gazetarë. Sa armja në zinë në burg, sa droga në zinë në burg. U gjujt oficeri i burgut prej kriminalit u gjujt. Dhe nuk thojnë si ndodhi rasti. Dhe pse ndodhi, po Samir Lushtoku në spital, Sabit Geci në spital, Sulejma Selimi në spital, dhe a përqef nga porri në spital? Unë haloj në spital. Unë haloj, sa ditë si të lirona me të drejtën edhe për gjandjes ekonomike, nuk jam mirë. Tina e kredia dishka dhe unë do të eci për Turki. Do të shti pa minin, kredi do të eci për Turki. Për shërim? Për shërim. Do të shkoj njerë në Shqipëri, do t'i këshuj, do t'i bëj analizat detale, dhe do të shkoj me ato analizat në Turki. Ti i liru para 2-3 dite? Para 3 dite.
ndërkohë djelt në burg. Kjo është një keqe si, qure, gruaja jam, po thëmë me shkreta. Djelt në burg, po e theksoj, për një kacafytje me përfaqësues të mikut tën Albin Kurtit. Po, unë nuk e mohoj asnjëherë si Albin Kurtin e kam mik. Asnjëherë. A ka thonë Albin Kurti në fjalë miradije për këtë rast? Nuk e kam. Më ka ardhur një Jo, po interesant. flesa ka thonë, nice, po thjesht Jo miradije jo, jo miradije jo. Më ka ardhur një interesant të Ismail Kurtesit. Ti po thu fjalë miradije për Albin Po e Kurti. thomë në meritat që i ka. S'po thomë në miradije, ato çka e ka. Kur e kam dëgju Ismail Kurtesin, si të sulmu se lija e vetëvendosjes, Ismail Kurteshi deputet i vetëvendosjes, ka qenë i PDK-s. Edhe unë kam pasur respekt për atë njerë. Thash, nuk do me met kush pa u korit. Thash, u korit Ismail Kurteshi. u korit se gjithë vetëvendosja dinë se nuk ka qenë sulm në selinë e vetëvendosjes. Çka ka qenë? Plus asajna, dëgjëm vëllai. A ka ndodhur para Selis? Po para Selis ka ndodhur vëllai jam, po para dëgjëm o Dardan. Ka ardhur njëri truproje e Rustem Mustafës. E ka parkuar kerën deri shtëpisë teme, Dhe i ka thënë djali mos se parko këtu se nuk bëhet. Mi ka ra djali. A unë tash më thonë, më sulmun, në shpeja. Selia Edhe, apo besoj një gjoti, unë 2 djemë t'i kam klëndu. Edhe besoj, që i kam pyet mjekët, se unë jam në spital ala, që i kam pyet mjekët, më thanë, i pyeta, shfar lëndime shkanë posë, tha si djemë tu. lëndimet ata tjerë. Ata tjerë. Po. Mërë me men, e thrasune një mik të emën, nuk do t'a thëmë me emën, se kam mik e kam, është në vetë vendosjen, ka nejnë shpitemën, ka nejnë, prafërsisht 1 vjetë në shpitemën. Edhe i thëmë, miku jam, këshur se 2 djemë burg, unë në burg, po vjetë gjëna prej asaj gru, se nuk diti gjanë shkreta, su kënat shkura e gru e jeme, o në polici, o në spital, o në burg. Këto 3 relacione i ka familja jeme. Po më thëtë muë, tha po do t'interesona, tha po a i djali njoni o me shtaka. Në gjëtash me... Njoni për djelëve tu. Jo, kënë se ata që i ka plagos djali jema i ka... S'po di unë e gjogës, a i që po më thëtë. Tha dhe njoni i ka s'di sa kam ca në kry. Më falë, me shtaka mas sulmit. Mas të me ka ca fytje, kishe pas ka posa i shtaka. Unë e pyta doktorin se ka këshu rasti. Thash doktor, thash shpa lëndime shkanë? Tha, jo, thash s'ka lëndime të rona. Thash, a ka lëndime të rona atleta, të regom, edhe nuk e një fshat doktor, për besë zotit. Tha, nuk ka lëndime të rona. Thash, ani, thash, të regom, tha njoni ka një gërvishje, tjetëri ka në kry një gërvishje. Thash, nuk ka thymje kushë? Tha, jo, tha, absolut. Tha, si djemë tu, tha, si ata. Tha, bile Albani, tha, pak maran është. Se kish pas Albani duhet me prej. Ti shkon djali i të tërkujna? Ndëgjë, ti shko djali në politikanën. Për shembull? Apo ti shko djali jëtë. Djali jëtë pelom, hiç i nëj politikanën të fëqish. As 1 orë në policisë kështë nëjtë. A di shka 1 orë? Do më thonë është këndër Savit Gjetit. A djemë dhe mi që 15 dit, a 15 dit i kam bërë. Se me 21, së di 5, sa për i vjenë aty, 16 dit. 2 javë. 2 javë, po. Se 16 dit i kam bërë, për çka i kam? Për kuqyqë. Edhe plus asajna, mu ma shumë, dhe gjërë, Dardan, fëmija mi, sulmun shpina ashtë më thashtë. As i herë s'dule ashtë më thashtë, me thosë, ka konë vallaj, ka konë gabim kjo. Po jetë ashtë. Kjo punë para 10 vjetë. Para sa vjetë nuk e di për besë zotit, po... 10 dikun du të me konë. Nuk e di. A djali jam, njoni kështë qenë me mu, se ka qenë nota e folklorit për mu i Krasnicin, tjetëri ka qenë në Prishtinë, dhe ai që ka qenë në Prishtinë, me nëzës mu unë e isha... Autori unë zonë u denu. Po u denu, pa, i ka qenë një hajnë ordinari shkreti, një fukaraj këput, një fukaraj për toke, dhe ai ka hi me vjedh aty. Kur nesët për shonë televizion, u gjinë në 2 djemë të Savit Gjecit aty.
Po ako maran për djallin teme kom pas në kam vishin policia mi mon pyetje. Se unë e kom pas djallin kybelet që ka kriju incidentin me... Po shim thotë që miku... Miku jam, na jem mes vjetër në mes vetë. Po. Se një kushërinë ashtë më thotë që do është për misën tem. E po qysh prot? Pa, e tash qysh. Edhe një gjo. Djemë të mi sulmun shpina ashtë më thotë. Djemë të mi sulmun vetë vendosje. Tash, djemë të mi... Edhe sa bitje ka në rëgohër nësme i... Po, më falë se të Kush ka met Ramushi? Tash ka met Ramushi. Tash të Ramushi, na vesh mos me i sjell atina se ty pas në e këtër këtë kërsh me jabo. Se kanë respekt për neve. Edhe tash djemë të mi dhëti kam me Ramushin. Bile a i modhe, a i... Djemë të ki me okën. Po, me Ramushin, tekstualisht a i modhe bile e ka i dërë Ramushin. A i modhe. Ky i vogli ma shumë është kujdeset për shtëpi se për parti politike dikon. Po a i modhe... Baba me Albinin... Ja, baba nuk është me Albinin. Nuk ka. Baba është... Vota është e lirë. Ja që të votën ku du shti. Une, po të thëmë drejten, mike e kam Ramushin. Po, asë jam qitë vota Ramushin. Une i kam thonë Ramushin, Dautit i kam thonë. Luft pisë është me boj, jam me ty. Po nuk do të thëtë se nesër nuk jam me Ramushin. Se edhe ajo shqiptare vla jam. Nuk do të thëtë se nesër nuk jam me LDK-n. Se është parti politike, është shqiptare. është për interes të banë. Dikush vjell pak ma shumë, dikush pak ma pak. Do të këqyri kush vjell ma pak. Krejt tash me përmenti, jem të full për njerës që kanë dalë për luftës. Po. Edhe një sen që ka mitë shumë pa observu. Ose që ke edhe një temë gjatë parlamentit para kësoj qeverie, a jenë Forku veteran të luftës, a si jenë veteran të luftës, a ka morë Forku pjesë në luftë, a s'ka morë pjesë Forku në luftë. Sabit Geci u konë njëri që i ka ditë të sene, që i ka menegju këtë sene, a ka pos fark, a s'ka pos fark. A u konë Forku pjesë i luftës, a s'u konë pjesë i luftës. Ndërgja, une nuk do të bëj politikë. Ne përfoshën për luftës, për bëjë politikë. Une do të thamë mendimin tim. Aty ku ka udhëheqëm Rostem Berisha, Anton Çuni, disa si jëmë ko vetë aty i ko po, ata kanë pas për me. Jo konë fark. Ushtri, shlimtare. Po në kuptim të Ministrisë Mbrojtjes, po. Nuk di ku e kanë pas kujt ata. Po supozojmë, se Anton Çuni është njëri i cili ka luftu në Parlament Kosovës për me shti Farkun. Në gjë, a i ka luftu për shokët e vetë? Jo, po... Tash morë është, dhe gjë blaja, morë është me shti edhe ata që s'ka luftu, si në konë në atë zonë heqë, ka najtë Tiranë për shti në luftë. Qysh? Zëtë në gjesi, tema u konë Farku si termi, ju si individ, si individ ka luftu... Jo, a i që konë fark nuk u konë luftë. A i që konë fark nuk u konë luftë? Jo, nuk u konë luftë. A i që konë fark nuk u konë luftë. As Anton Çuni? As Rostemi? Anton Çuni, ja, Rostem Berisha, po. As Agimi? Agim Ramadani? Jo, ma që Salisi. Ta e mëra, në gjë, ata kanë për luftë, ku vrajten ata? Po vrajten në Koshare ndër tjera. Pse vrajten ata? Po që ata për pyti se... Ata vrajten kundër Sërbit vrajten ata. Do mënë, a ka drejt një grup me një grup i tjetë me thonë të si konë luftë? Nëse jënë konë dy grupe në luftë. Qështë me thonë në ty se konë luftë, kur për shamë në konë luftë, e po të... Dëgja, vetëm në shka po thonë. Ne e kemë bë bërlak me luftë. Kemë pranu e njerës që jenë konë fare në luftë. Fare në luftë. E se kemë përjashtu njerës që jenë konë luftë. Dhe gjë u laja, më nëse kam shti grunë të eme, veteranët luftës e më kanë marrë. A gruja em, një vjetë e gjyës ka najtun, që aty antarë të shtapit për gjithë shumë shpit eme. Nuk e kam shti. Unë mendoj, luftë, ajë që ka kaparmen, duhet me hindu. Ajë që ka kaparmen për me luftu. Për veteranë. Ta shparku, bëjmë të parku që ata që jenë konë luftë, nuk më interesë që pa tikete ka bajtaj. Por nëse ati te këtë më thonë jenë konë farkë, a do të më pranuaj? Po mërlane, kam pa vetëm stemen e ushtrishin të atë Kosovës. Unë jemë konë Koshare, kam flajt aty. Dhe i kam pa krejt me stemen e ushtrishin të atë Kosovës. Edhe aty kam qenë kur Rostem Berisha ka komuniku me Ramush Haradinaj me telefon. A ditë që u bombarduë kur në Plagos disa, aty u vradë një franceze, janë vradë të hujtë aty, që janë vradë. Edhe ata, ti nuk mundesh me i tha fark aty në. Ti mundesh me i tha disa persona që nuk janë konë luftë. Kur?
e ka ne në Shqipni, në Tiranë, edhe me thojë, valla ushtari justisë në datë Kosovës, jo, valla. Valla, unë se kësha pranu. E ta pse ata i pranun edhe ata njerëz, nuk e di pse. Po ka pas Ministrinë e Mbrojtjes, apo? Ahmet Krasniqi, Ministri i Mbrojtjes, i vron Tiranë. Ahmet Krasniqi. Njëri që ka bashku ndër tjera që punë. Ndëgjë, Ahmet Krasniqi, Dardan, jenë bod, unë për që ta për thëmë, jenë vra njerëz cilët me të vërtet në kanë bëndan neve. U vra Zem Hajdari kër u luftejke në Kosovë. Po? U vra Ahmet Krasniqi kër u luftejke në Kosovë. Pregadicin mi sulmu parlamentin atje me zvetit ata, si bota me tërjek vëmendjen në Shqipni e janë në Kosovë. Edhe këtu për thëmë, Sërbi e ka pasën fuqinë, edhe në Shqipni janë në Kosovë. Në Shqipni ka qenë me ushtri dhe polici, atje ka qenë me shërbime e vetë në mëshet. Këtu në Kosovë shumë të plakshtë e ka pasën shërbimin, se ka pasën fuqinë e armatës, e ka pasën fuqinë e policisë. Unë po besoj... Qa ka ndodhë me njerëz të Serbisë në shërbimin në Kosovë? Këtu? Po. Kuqë? Edhe sot jenë. A jenë? Edhe sot jenë. Ti Ti apishe. Edhe sot për i bojnë damë këti venë. Pa jenë sistem alo? Pa jenë sistem marrëvajnë, qështë janë? Jenë sistem, po t'i këshuri. Nëse do në me emë në t'i flasim. Pëse s'po vranë ta? Jenë drejtora, jenë pasunika, madhë mëjë se gjdo njënë. Flasim për pasunik sa bitgecit që e ka një shpinë për Prishtinë. E nuk i këshurin me emna, dëgjëm, ka qenë një biznismen një region. Dhe e kanë gjetur në shpinë e ati personit. Pi. E kanë gjetur në shpinë e ati personit një kryq, vetëm një kryq. Dhe një dokument, ku thëtë kështu, treba da se quva imovine filan fistekut. Me eme dhe mbi emen. Dhe me të vërtet, ju ka rujtur në pasunia e atina, në tërsi, dhe vetëm një kryq që ja kanë Mirë, na, dëmon... Dhe sot është shumë i fuqishëm në Kosovë. Po ju e keni ditë, pra. Ju, dhe me qërimtarët e Kosovës, e keni ditë. Kërejt që ta shokët e mi, shokët e mi, e kanë me këtë person. Dhe mëllon i kanë imu vetë me mria petë që të kua. është shumë i pasur, shumë i fuqishëm. E sa bitë gjesin burg? Sa bitë gjesin burg, pse, që ka lidhje? Sa bitë gjesin porrin për interesat venit. Alo, Kosova nuk është liru. A ditë si të shliruat Kosova, nuk është liru. Jo, nuk besoj. Dhe gjë, o darda, kush ta këshyr shpinë tonë ma mirë se ti? Kush ta këshyr, une? Jo, une veç bje këshyr si përpaqësisht, edhe tëmë, që to se ke bo mirë, që to se ke bo mirë, mosu më interesat që duhet me bo aja punë. Po tëmë ti se ke bo mirë, edhe nuk të këshillaj që duhet me bo. Po tjekur, pa pytje, hiç, pa, gjdo njoni që ka një bagazh kontar, nuk e lanë me udhëheq. Do më thonë njerëz që udhëheqin Kosovën s'kan bagazh kontar. Ba, ja, në gjatë, nuk do të thëmë tërsi. Ose përgjithën njerëz që kanë ma pak bagazh kontar. Ma pak. Sa Birgici, a më nësh vetë për veti me folë, qyshe kështë spiku ti, kusho Sabit Geci, e dim që është familje që ka dhonë shumë, që ka spaku viktima ka shumë, për përshlimin e këti vend, po qysh e kështë spiku me vetë dikën kusho Sabit Geci. Edhe pse u ku është? Dhe gjdo njoni që e di që shu zhvillu lufta, ka respekt për Sabit Geci. Çdo njoni që ka qenë kundër luftës, nuk ka respekt dhe shpirë gjithçka. Edhe apo do me të regu diçka drejt. Ata që flasin keq, kur s'kisha pas qef me fol mirë. Se e di mirë se kush po flet. Mu më intereson shokët e mi të luftës apo flasin keq a mirë. Shokët e mi të luftës nuk janë interesu për Sabit Gecin. Është e vërtet kjo. Nuk ju ka interesu as kur Sabit Geci. Sabit Geci lind për një familjes, kemë qenë familja me pasu në Drënic. Para luftës Shavapallushës. Kur ka kriz lufta në Drënic,
mu ka vra babgjyshi me 2 vllazën vetë. Kjo jena të vull 45, 46. 45. Dhe aty ka filluar vorfria në familjen tonë. Babën asnjëherë asnjë antar të familjes nuk e kem pas në lidhjen komuniste. Këshure biografinë... A ka pas në antar të familjes ju që keni dhënë kreveta gjithë? Po shabesën pas luftës, po para luftës. Baba më ka vdek para luftës. Me zhik ka vdekur me akty pushkën Serbisë. Edhe gjithë drënica njohin babën ta. Edhe tash thojnë, shumë, unë ka pamja i kam gja babës shumë. Edhe ai vllazë që mu ka vra i vogli. Na kem qenë në 6 vllazën, 5 kem qenë në luftë. Tonë jem ko ka pak të gërritën, ka pak... Jem ko ka pak të vizhgatën. Dhe asnjëherë si kem bo fushat vetë vetës. Se unë s'kam hije për me i bo fushat. Se edhe se kam njëtë më merë me politikë. Edhe... Sigurt. Asnjëherë. Bile. Ndash me më shatë u i marshë me politikë. Vietnam. Më shamë, shlirë. Kështu... U bosh politikan. U bosh politikan. Dhe fëmijës tem nuk i dëshiroj, qika jam, më nuhet ka pak kjo e madhja, më u angazhue, me shkrue, po i tha moj si kam, largë dorën për politikës. Kështu një punë, një rogë, Po qysh dhe s'pe kuptej, se si familje do më po thu, pe babgjyshit e knena një familjes e tjetër me politikin e marë, se do me këty push me politikën. Jo, nuk do të thotë që merresh për shlirimin e vendit, merresh me politikë. Politikën? Unë po tham, nesër apet me kërsit lufta, unë apet kejt komplet në familja kena me konë luft. Asnjëherë se më haj atë që nesër s'jam luft. Por asnjëherë nuk kam pretendime as dikush me familjes të, unë e kam dhonë që është në Ministri të Bujqësisë. A e keni emrin ajer? Sot e mora vesh pitesë tash. Po, pas njeri, ma të pak korruptun, në institucionin e Kosovës, po të garantoj me këtë familjen që të. Ai është njeri si është i vorfën, nuk ka as banes, as nuk ka kur gjuhismë një vetit, fëmini ka të përkrym ka shkolla, ashtu i ka... Që sa bëjtë si ka bu banes latëvet? Jo, s'kum pas mundësi, qësh me i bo? Unë mendë si ja kum boj shpi fëmijët mi, e tash me i bo dhe banes latë. E kam tjetërit që merret me ndërtime. Banes për veti s'ka. Banes për veti s'ka. Se kem motrën, i kem na 3 motra pa burë. Një ona jashtë, 2 janë mena, 2 ju kanë vra burrat. I kemi... Gjatë luftës? Po gjatë luftës. 2 motra i kam, moshën ma 3 kanë me dvejush. Kanë fëmi? Po kanë fëmi, shërë zotin. Dhe njëherë u duhet grusë Sandokanit me ja bo shpinë. Që ky vllau që merret me ndërtime, ja ka bo shpinë. Ky interesohet për gjithë neve, që ky vllau, i vogli, ma i vogli është. Edhe ky është i plagosur. Apo beson si nuk është invalid i luftës. Nuk e di a është edhe veteran. Nuk e di a është veteran. Se janë 2 handikeca. Edhe kam pyetur vllak e këqyr, hajtë më se ju botë gjithë kush edhe nuk kam me rëndësia. 60.000 diku, no? 60.000 sa u bën? Pa, marrë ja botë, së rëborë. Me ko 60.000 veteran, ja këshumë si Sërbi, së borë edhe. Shfa 60.000. Sa ta mërmenja ty? Asë jam mi 25. Mi? Asë jam mi 25 të njërë. 25.000? 25.000. Po dhe? Asë jam mi 25, kur thonë 25.000. Nuk besoj që asë veteran që mundë, një maqarë mundën me konë hajde edhe 10.000, 35.000. Një maqarë simpatizu se hajde gjithë shka. Do më thonë edhe qëtu po mashtrujnë? O zotni, po kanë bo 14 vjetë veteranë. Si edhe djallë shumë i keqë. 14 vjetë i ka pos? 14, bës me vajzën temë. Po? Vajzë e me bile ka kontribua burë edhe se keqë që ta shtovi për gjithë shumë me dinë si ka shku nga ka ble, nga ka pru haqë. Keqë e dinë si grua e me ka pregaditu në haqën e disar. Pa e disi njëherë ku nga kanë hinë në shpit neve sërë, në bërë. Grua e mu dorë ka folën me ta. Kur kanë pytë për mu, ka thonë jesë sa këtu. Ka thonë na e dimë si këtu është. Unë edhe Syla jem konë aty. Selimi? Syla më Selimi. Si unë e kam një respekt veçan. Ka qenë shumë trim, shumë trim. Dhe si kalu syni heqë. Edhe grua e mu konë. Edhe kjo një pe njerëzve që tashë burg? Edhe për shka për shuplak, si ti njëtë. Jo bre, del një të shmitar. Kjo është interesant.
Thot, koha e luftës, kur ka qenë këtë rënica në flakë, dhe këtë Kosova. Thot, çdo ditë Sulejman Selimi pej treve a dejnë tre, nuk e di si e thot. U orë dhe më ka rajon. Dhe ai dëshmitar, unë e njëfësha shumina dëshmitar. Ai dëshmitar, ato plak ku i tregojke, ka qenë i plagosën para luftës. Unë e kam qenë me vlla tina në burg. Dhe vllavi tina, më thot mu kështu. Thot, unë e vllaun e kam të poshtë. Vllavi jam ka lyp me vra. Se ai më ka shti mu kështu për me ardhën këtu në burg. Unë e kam flajt nalë, vllavi ti poshtë. Edhe më ka tregu se qysh është koj plagosë vllavi. Ato plak dalë ke i tregoj ke në gjëgjaj. Që ja ka po para luftës. Që ja ka po... Dikun është 94 ta munën mi këshyre edhe ndosje. 94-95. Kur ke kom bërë për aksident? Po për aksident. Plus asojna. Thët aj vllavi tina të që vjen. Thët, po unë kam qenë politikisht i burgosën. Se ka dosh Sërbin me vra mu me eliminua. Ai ka qenë për një tentim vrasje, ka plagos një kushit vetin. Ka bo hakmore për ata që e ka plagos to. Dhe ja vusën Sulejman Selimit 6 vjetë burga, 14 vjetë të denu krejt. Po një ndër dëshmitarët kështë si e ka denu Sulejman Selimin është ai të në kohën Karajt. Edhe, a di që Karajt? Karajt si edhe analfabet me kohën e ka ditë si parran. Plus tjetër. Sa po thuti, do mon e kanë vendosur me denu edhe po kryve. Aty ku ka emision, muslim drejtësi, vetë fjala emision, po të tregon. Mision. Misioni është ka kry punt, edhe këtheu. Do mon misioni është mjë arrestuju krejtve, mjë hik pi... Unë e po thamë në gjë. Qërë një interesant është që kam deshtë me bo muhabet edhe me Sylen në burg. Sylen e përdarën për eliminimin e të mekës. Transformimin. Eliminimin e njerëzve të luftës. E përdarën se Syla me një autoritet, në luftë, ato e ka kriju e ka kriju me gjak edhe njerëz. Dhe për shef shtabit, shumë e shefi u kone së pytë kur gjë. Se s'ka pas autoritet, tu e më nuën bazë, hajtë, misi se e ranis. Nashtë atik e ke vendosë. Jo, se ku vendosë unë, po kanë vendosë, hajtë qashtu njerëz. Dhe disa njerëz e kanë fitu atë bagazh, atë autoritet, me njerëz e gjak, me trimnic që kanë treguar. Dhe në bazë trimnic, Sylen e respektojshin gjithë pjesëtarët e luftës. Dhe cëti dhe ke me ecke. Dhe unë po besoj se Sylen si kanë ndonë këta duhet me ecë, Syla ju ka thonë esë, edhe ata asë i pjallë se kanë bo kanë ecë. Kush ka mejtë mo, për shambull, në FSK-sët për gjeneratës ditër? Pasha besën, tash nuk e di më loja më. Përveç shefit aktual? Ramonin? Ramonin. Po veç këj po mdohën, edhe Gjavajer Gjeci, edhe nuk e di për tjetër kanë. Për njëzve të vjetë... Mira, a dëmë që FSK-ja... Jo, dhe që... O të kriju kadet, o të kriju gjenerata të reja që shkollohen me standardet natës... E tash është ushtim. Dhe janë oficer. A në i fardomi kjo punë? Jo, nuk është da. Se tash lipet një ushti kvalitet. Dhe një ushti e gjenerata të reja. Qëfar invalidi, qëfar oficeri muna me konone, invalid, i vjetër, po shkojnë aty, gjenerata të reja të... Dëmonë, ushtri profesionale. Vjen të i bo mirë. Ushtria është të bo mirë. Po a do të abojnë ushtrinë ajo? E kryeministri që s'po dënë me bo ushtri? Kush? Kryeministri? Nuk besoj si kryeministri s'ka që me bo ushtri. Cili kryeministri? Nuk o të i bo. Po a përse më rëllo janë, po këta po thëmë, në Serbia është e fuqishme në vend tonin. Në përmes? Se, qurën, po ta formo Zajadnicën. Po ushtrin ju? Ushtrin s'do me ta formu. Marrveshja është, a ditë që ta formojmi Zajadnicën, paket do t'hin edhe ushtria e Kosovës. Kjo fakt që pëjtojnë. Edhe një me dur fakt. Unë falë në shpreja. Pse? Zajadnicën e pranu më ushtrim një. Edhe ta shkjet, zdojt me ta pranu. Si konë menon? Pse si konë menon? A i pe pranon Kosovën se ka hinë institucionet Kosovët. Edhe pse s'pi pranon ushtrim, kur ti jeni përfaqësues i këtij vendi? Në me thonë, në është qëllim keq aty.
Mus, s'ma merr mendja se unë për çfarë thash. Republika është mirë se u shlirum. Po jem keq si s'kem bë kush. Kush s'kem bë? Çit policie kem pak diçysh, hajt, ma të pa korruptuar se Serbia, se Malezia, ma të pa korruptuar. Se Macedonia, se peni kush u thonë Shqipnia. Se Shqipnia që tash po besoj se është mirë. Po besoj Shqipnia policinë tash e ka mirë. Se përpara jo më dha. Qa kish bu Sapit Geci me konë kryet Republikës? Dëgjoj, në kryet Republikës me konën mas pare kisha formu shërbimin. E kisha formu një shërbim profesional. Se shërbimi kontrollon mbikëqyr shtetin. Çfarë shërbime është huja së disbulojt shërbimi jonë që po punojnë kundër vendit tonë. Edhe atë që ka e din nuk guxon me thonë se ti po punon kundër vendit tonë. Dyti, e kisha pa ushtri. Shteti pa ushtri, ku ka marrë Allah? Krejtë rrëth të qark i ki armiq e ushtri s'ki. Edhe polici. Polici ti nuk ki, pse s'ki? Pse del ja the kryt edhe s'guxon me arrestu. E arreston shohet. Ja the kryt policit, del prej burgu. Djale jam një kacafytje thjesht, dytë në burg. Po hajtë për Allah, që njoni pas ka pas vaj, po pse dytë? Po pse nuk arrestu ku dëshmitare i thët, janë konën dëshmitarë që i kanë po, janë konën 10 aty që i kanë sjellën djalin tem invalid është. Invalid është tonë atë janë, nuk i punën. Një invalidit me tira 10 vetë. Po kur e ka po këj vogli, ai vlla ka pasur. S'ka pas kuçë me vetit. Ka shku me grushta me ridan. Me grushta edhe në burg. Edhe është i therrën është. Ku se therrën djalin ta? Pse son në burg ai që therrën djalin? Shqyr se son në burg. Se ata tjerë nuk janë burg. Sa kërkush me ty në burg. Veç dy djemë të. Po shqyr thëmë që sa kërkush në burg. Pse me çuni familjen deri burgut? Pse me çu? Katër. Asi djali jam asnjëherë s'ka dëshmuar për dikon që Allah më ka thërë filoni apo stiku. Domthonë shërbimi, ushtria, policia, sa një tjetër që kish bu Sapit Geci? Dhe qeveria pastër. Qeveria me vjedh. Domthonë nuk ka qeveri e pastër. Se e thash edhe dje, apar dje e thash edhe në klan. Me vjedh ma pak. Me vjedh një burra se në gjë. Unë s'kam qenë me pas zot shpillaku në shpitame. Jo me pasun këtë Kosovën me udhëheq. Po e marr për me vjedh ka pak. Po marrë vllave ja me vjedh ka shumë se vend i vogël edhe me vjedh shumë pasha besën e Zotit. S'na dalin. S'na del me adho aty fukara se ço buk tash. Na desa e fukara ja pa buk. Sapit Geci, Unë edhe një gjë po them se po dalim. Unë e respektoj basën Adem se ja fut truc. po, I thot, po do burra thot vetë ka pak. Mani ka shumë. Edhe unë shumë kam najtur koqa shumë me ta dhe më pëlqejnë muhabetet e tina. Si asnjëherë nuk ja bës shefin kërkuar. Unë që ta gjithë i kam shumë gati. Po, ma ka pak o burra. po vjedhin shukët e tu. Apo vjedhin shukët e tu. Vallahi cili typ që aty ka me vjedh. Edhe s'di marrë Allah pse. S'di. Se vendin tonë e kemë tash, s'kem nevojë me vjedhë. Hajde po vjedh kanë të ujtë, se është vendi huj këtu. Po pse marrë Allah na me vjedhë vendin tonë? Kjo është interesant. Kështu që na përfundojmë se e lodhëm pak. Dhe Faleminderit. një propozim për këta jaranat tonë, të mitët tonë, se ti kisha një pjesë, bile ma ke pasërzuar dhe shpinë ti mua atje. Me fukarallake, me të nazeza, po diçka deshta me to publik. Shteti e ka rdu. Jo shteti. Ke pas aty ku ne arzën 1000 herë më arsye se sa shpinë tam. 1000 herë më arsye se sa shpinë tam. Alo borxhet i kam para të shtëpi. S'po them tash la me ti. S'po them se i ka rru drejtë ato. Por me fukarallak, me 1000 telashe, me menzi si e banën mija të shtëpi, e di si ke marrë urdhën, se ti ke marrë urdhën, se ty përse ka rëzu veti. Po duhet ke pas aty me emna, me mbjemna, si duhet me rëzu, bile më kalbason atat komunës,
filoni mos e bët madhe se kena me arzu filonit e pistekun. Si ka 4 kata aty, 3 kate, thu si kazerma janë ato. Edhe si ja keni prej keq. Plus edhe... Që ta deshe me malë shumë fund dëshysh. Po, deshta se, nuk du me të bërë, qa? Aty në dhu, sa vetë 400, Ne për me e veqe. një për aty në u kone jotja, në edhe une du me të përgëzu publikisht që e ke si nasi shtetë, që mi silë mirë, e silë dhe te, nuk e bo të lashe, në kuptim që e ke respektu vendimin. Ja, unë veç që kom qu fjallë në përmes blatë, kom thonën, rëzënit gjithat parën temen e rëzut, asë që t'jacë. 400 tjera e rëzu, edhe une ju rej këti, do mon, qeverisë të re, me vazhdu me sto vendimi që jenë vendimet të mëzu, është veprim i qeverisë të re, që një vjetë kam pas mundësi me bo, nuk e kam bo, po mënej që biseda nuk ishtë dasht me u përfundu. Kështu? Jo, pa e thonë edhe njerë që edhe një sen që do më thonë është tjera e parë që sa për gjithë që del në opinion pak ma gjatë. Hera e parë edhe fundit po besë. Edhe e fundit nuk është se do tjetë edhe një pjesë e dytë. Po, pjesë e dytë, kur të këtëra për spitalit në posa kur të jetë për spitalit, mirë po është një krasije veçantë edhe për televizionin tonë 3, edhe për, do të thotë, musafirin jashtëzakonisht veçantë, për një bisedë shumë të mirë, edhe për idetë për Republikën e Kosovës, edhe për Republikën e Misionit. Dhe të gjithë dëgjus të jo, dhe inshallah esni për para, dhe një televizion korrekt, ndoshta, si kam këshu, si kam pa në emisione, për edhe parë kur më thatë, kështu e kem një emision, një televizion, televizion i ri, po i mirë. Tash në ta shohëm, se unë tash po du kam me këshu, me për cilën. Se e fitu me dhe një shikus. Një amanet, mos ja bëni qefin as i politikanit. Ti si ja bëni asnjonit, asna, të falenderoj shumë. Shumë falenderoj dhe për ju, ha? Falenderoj shumë.